Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse trupi ju jep këto shenja, nuk duhet t'i injoroni kurrë. Konsumimi i ushqimeve të pasura me vitamina është i nevojshëm për të mbrojtur trupin nga sëmundjet dhe problemet e kujdesit të lëkurës. Ajo që hani reflektohet drejt për drejt në lëkurën tuaj dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme që të hani një ushqim të shëndetshëm. Mungesa e vitaminave mund të jetë lehtësisht e dukshme në fytyrën tuaj. Këto janë shenjat e mungesës së vitaminës që ju duhet të vini re. Akne dhe lëkurë të thatë. Mungesa e vitaminës mund gjithashtu që të çojë në puçra fytyre dhe tharje të lëkurës. Të gjitha këto kanë ardhur për shkak të ndryshimeve hormonale. Mungesa e vitaminës mund që të ndodhë për shkak të akumulimit të papastërtive dhe mikrobeve. Ndaj, konsumimi më i vogël i vitaminës B12 mund ta bëjë lëkurën tuaj që të duket e zbehtë. Sytë e fryrë nga ana tjetër munden që të jenë pasojë e mungesës së vitaminave. Këto mund të ndodhin shpesh dhe mund të jenë të dukshme herën e parë që ju zgjoheni në mëngjes. Këto janë simptomat e niveleve të ulta të jodit në trup. Shëndeti i mishrave të dhëmbëve. Mungesa e vitaminës mund të çojë në gjakderdhje të mishrave të dhëmbëve. Kjo mund që të dëmtojë trupin tuaj dhe shëndetin e përgjithshëm. Për të mbajtur shëndetin e mishrave të dhëmbëve, duhet të rrisni konsumimin e vitaminës C duke ngrënë fruta si portokall dhe limon. Buzët. Mungesa e vitaminës B mund që të çojë në zbehje të buzëve. Buzët e zbehta janë simptoma më e zakonshme e anemisë dhe kjo ndodh kur qelizat e kuqe të gjakut në trup janë të ulta. Kjo gjithashtu mund që të çojë edhe në dobësim të sistemit tuaj imunitar. Nga ana tjetër, mund të kemi të bëjmë edhe me shëndetin e flokëve. Mungesa e vitaminës mund gjithashtu që të ndikojë edhe tek shëndeti i flokëve tuaj duke rezultuar në flokë sa më të dobët dhe të thatë. Nga ana tjetër, flokët e thatë dhe të dëmtuar kanë mungesë të biotinës të njohur si vitamina B7 në trup. Prania e biotinës ndihmon në mbajtjen e flokëve tuaj të ushqyer. Gjithashtu, edhe pse ekzistojnë pafund ilaçe apo ushqime të cilat ndihmojnë për të siguruar të gjitha vitaminat e nevojshme për trupin, shumë njerëz vuajnë nga mungesa e vitaminave. Disa marrin vitamina pa e ditur efektin e tyre dhe kjo gjë është shumë e gabuar. Si fillim duhet të dini se nga cila mungesë e vitaminës vuani dhe si ta zëvendësoni këtë mungesë pa e dëmtuar shëndetin tuaj. Ja disa prej shenjave të cilat mund t'ju ndihmojnë që të kuptoni se për cilat vitamina ju keni nevojë. Rënja e flokëve. Arsyeja mund të jetë mungesa e vitaminës B7, biotinës si pasojë e konsumimit të vezëve të gjalla ose jo të gatuara mirë. Këshillohet që të konsumoni më shumë bajame, fara soje, patate, bishtaja. Ngërçet. Arsyeja për këtë është mungesa e kalciumit, magnezit dhe kaliumit. Kjo ndodh më shumë tek njerëzit të cilët merren me sport pasi djersitja sjell largimin e mineraleve nga trupi. Këshillohet që ju të konsumoni më shumë bajame, lajthi, kungull, banane dhe moll, puçra ose njolla të kuqe në fytyrë. Arsyeja për këtë mund që të jetë mungesa e vitaminës B7 biotinës. Këshillohet që përveç medikamenteve që mund të merrni në farmaci, ju mundet të rrisni edhe sasinë e biotinës duke ndërruar dietën. Konsumoni sa më shumë kërpudha, patate, djath, vezë të zjera, spinaq dhe gjithashtu lule lakër. Mpirje të gjymtyrve.
Arsyeja për këtë është se ju nuk konsumoni mjaftueshëm ushqime të cilat përmbajnë vitaminën B6, B12 dhe B9, acidin folik. Këshillohet që të konsumoni më shumë bishtaja, qitro, ushqime deti dhe mish pule, gunga në duar dhe njëkohësisht afër kofshës. Arsyeja për këtë është mungesa e vitaminës A, D dhe acideve yndyrore. Këshillohet gjithashtu që ju të konsumoni salmon dhe arra, si edhe mos anashkaloni marrjen e vitaminës A, e cila gjendet pikërisht tek perimet. Nuance verdhë të bardhës të syrit. Arsyeja për këtë është mungesa e vitaminës B12. Të përfshini më shumë ushqime dhe burime vitaminash në dietën tuaj. Vitamina B12 gjendet pikërisht tek mishi i pulës, qumësht, salmon, ton dhe mish deleje. Probleme me dhëmbët. Arsyeja për këtë është mungesa e vitaminës D. Këshillohet një dietë e pasur me ushqime të cilat përmbajnë kalcium, fosfor dhe vitaminën D. Gjithashtu konsumoni edhe produktet e bulmetit, domatet, bishtajat dhe njëkohësisht peshkun, qitron dhe rrushin. Të çara në anët e buzëve. Arsyeja për këtë është mungesa e vitaminave B3, B2 dhe B12 të cilat gjithashtu përmbajnë hekur dhe zink. Këshillohet të konsumoni më shumë mish pule, salmon, vezë, bishtaja dhe arra. Po kështu këshillohet që këto ushqime ju t'i kombinoni edhe me perime. A keni vënë re së fundmi ndryshime në humor, lëkurë ose nuk ndiheni energjik? Kjo lidhet pikërisht me mungesën e vitaminave. Thembrat e plasaritura. Ka disa faktorë të cilët ndikojnë tek thembrat e plasaritura dhe ju mund të vëreni se thembrat tuaja plasariten dhe me siguri supozoni se shkaku është dehidratimi. Por, ka një shkak tjetër më pak të njohur se pse lëkura juaj është e thatë dhe e plasaritur, e cila është mungesa e vitaminave në dietën tuaj. Nëse ju mungon vitamina B3, C ose E, mundet të filloni të shihni të shfaqen çarje në thembrat tuaja. Luhatjet e humorit. Çdo kush mund të ndihet i lumtur dhe plot energji, por ndonjëherë i lodhur dhe njëkohësisht i trishtuar. Ndonjëherë kur këto luhatje janë të fuqishme qëndrojnë gjatë në kohë dhe ndonjëherë janë ndryshe nga variacionet normale të humorit. Mungesa e disa vitaminave, mineraleve dhe gjithashtu lëndëve të tjera ushqyese mund t'ju bëjë më të prirur që ju të përjetoni ndryshime të humorit, por edhe probleme të shëndetit mendor. Mungesa e acideve yndyrore omega 3 mundet që të rrisë rrezikun për depresion ose të përkeqësojë simptomat. Gjakderdhje e mishrave të dhëmbëve. Nëse mishrat e dhëmbëve rrjedhin gjak kur ju përdorni fill dentar, atëherë kjo mund të ndodhë si pasojë e mungesës së vitaminës C. Vitamina C mundet të fillojë dhe të ndikojë në shëndetin tuaj oral nëse jeni duke përjetuar një mungesë të lehtë ose serioze. Ndryshime në cilësinë apo strukturën e flokëve. E keni vënë re që flokët tuaj nuk janë si zakonisht, ndoshta po këputen ose janë më të rrallë se zakonisht. Nëse flokët tuaj po ndryshojnë, kjo mund të ketë të bëjë me disa lëndë ushqyese që ju mungojnë. Shpesh nënkuptojmë se ju duhet të shtoni vitaminën B9, B12 dhe B6 dhe konsumimi i ushqimeve të cilat përmbajnë hekur. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.